Optimizmi është prej gjërave shumë të rëndësishme në jetën e një besimtari. Në të vërtetë, profeti alayhis salatu wassalam e ka luftu pesimizmin me çdo lloj forme. Pa e marrë parasysh a është fjala për shenja ato gurzeza, apo fjalë negative që i thot njeriu, apo emrat negativ. Gjitha i ka luftu profeti alayhis salatu wassalam, saqë një person e ka pas emrin Harb, që do të thot luftë, dhe profeti alayhis salatu wassalam i ka thënë që ta ndron këtë emër. Dhe vendet me emra negativ ja u ka ndru emrat atyre vende, pa e marrë parasysh janë lugina apo çfarë. Në anën tjetër, profeti alayhis salatu wassalam e ka pëlqyer shumë optimizmin, që quhet el fel, fjala e mirë dhe motivuese. Me një rast, profeti alayhis salatu wassalam e ka dëgju një fjalë të mirë prej njërit prej persona dhe i ka thënë e morrëm fjalën e mirë prej teje. Me të vërtetë, me keqardhje shumë njerëz në kohën tonë janë pesimista. Ata nuk janë duke ditë që janë duke i bë vetes tyre sabotazh, vetë shkatërrim, sepse ai cili fol gjithkohën negativ, ai me të vërtetë jetën do ta ketë negative. Do të mendon vetëm keq, do të fol vetëm keq dhe nuk bëhet rahat kurr, dhe nuk kënaqet kur. Ati edhe gjithë botën mja dhonë nuk do të kënaqen. Për këtë arsye o ju njerëz, lënë pesimizmin, vallahi është për të mirën tuaj. Mos falni breveç negativ, mos falni veç keq, edhe vendi ku jetojmë, vallahi ka shumë të mira. Po ju jeni duke e verbru veten me pesimizëm, nuk jeni duke i pa gjërat të mira i kemi. Falni mirë, hapni syt ndaj të mirave, mshilni syt ndaj të këqijave, ushqehuni me fjalë pozitive, vallahi nëse veprani kështu keni mu kënaq, edhe t'jeni të bindur që çdo e mirë kam ju kap, se Allahu i madhëshëm thot, unë jam tek mendimet e robit tim për mua. Nëse mendon mirë për të, nëse mendon keq për të. Gjithashtu Ibn Mesudi thot, njeriu nuk mendon diçka veç se Allah i jep bazë atij mendimi, sepse gjithë e mira është tek Allah. Prandaj mendoni mirë o ju njerëz, mos folni veç keq, mos mjellni fora të këqija në zemrën dhe trurin tuaj. Falni mirë, ushqeni veten shëndetshëm me fjalë të mira. Pra psiqikën tuaj ushqeni mirë, mos u bëni negativa, po bënu optimista.